Sa e Sillazhit. Sa kohë ke që je drejtor ti në këtë ministri? 2 vjet e gjysmë. 2 vjet e gjysmë. Ti ishe nga ato projektuesit që të shtyjmë çështjen e mishit se do të na jepni të mish par vjet? Që kërkuat autorizim nga byroja politike që 6 muaj të mos realizojmë, të mos dorëzohen dhe pastaj do të sigurojnë mishin? Me vendimin kam punuar. Po, Shokoramis. pse s'u realizoi vendim? Juve e bët atë vendim dhe byroja politike në bazë të atij vendimi mori aprovoi, kupton, që të mos dorëzonit. Dhe ai nuk u realizua. Kush përgjigjet për këtë tani? Ne do përgjigjemi. Ha? Ne do përgjigjemi. Po mirë, po pse se bët? Nuk deshet? Nuk mund të siguronim bazën ushqimore, domosdoshmë edhe ky është. Po kur e bët studimin si e sigurohet bazën ushqimore? Arsyeja kryesore këtu mbetet. Domosdoshmë tek sigurimi i bazës ushqimore. Megjithëse janë bërë përmirësime domosdoshmë në këtë drejtim, po detyrat e rendimentit nuk janë realizuar. Po pse nuk realizohen? Po Shokoramis domosdoshmë nuk realizohen sepse domosdoshmë sido që tjetë në foragjeret përsëri domosdoshmë puna e gjallë që i bëhet është më e vogël se sa edhe mundësit edhe vlerësimi domosdoshmë për këto foragjeret relativisht domosdoshmë është më i vogël se sa me kulturat e tjera. Gjithnjë deficitet që krijohen domosdoshmë në sektorët e tjerë të bujqësisë rëndojnë më tepër foragjeret. Baza materiale, në të veçantë pleret edhe uji, përsëri domosdoshmë gjithnjë foraxhereve të jepet më pak. Nuk janë foraxheret rendimentet e cilave realizohen domosdoshmë më dobët se sa tjerave, edhe këto kanë pasojë dhe ndikimin e tyre, domosdoshmë në mos plotësimin e detyrave të blegtorisë. Po ne kemi në nivelin domosdoshmë 46-50 kuintal njësi ushqimore nga foraxherët e para, edhe 25 deri në 30 nga foraxherët e dyta, mesatarja domosdoshmë që merret. Detyrat i kemi domosdoshmë mi 70 dhe kaq. Po. Mirë tjetër që. Gjatë vitit 1980. Por në qoftë se është kështu siç thuat. Përgjigjet për marrëvajtjen e blegtorisë. Jo, përgjigjet për orientimin perspektive. Ata që përgjigjen realizimin e planit janë 2. I fermës edhe ai blegtori. Unë pikërisht kam këtu e kam mallin. E kam problemin që kjo blegtori do përparoj apo do ngecë në vend. Ky vendim që kemi marrë ne do zbatohet apo s'do zbatohet? Në qoftë se do të zbatohet ky vendim, atëherë janë ata 2 drejtori tjera që duhet përgjigjen. Sigurisht. Ata interesohet edhe duhet përgjigjet dhe zëvendës ministri që merret me bujqësinë. Domosdoshmë. Kupton? Me blegtorin. Kështu, këtë e kam unë. Ai ka të drejtë, Marku ka të drejtë edhe një gjë tjetër, lidhur me pyetjen që bëre ti Manush, që për sa i përket komiteteve ekzekutive, atje nuk është struktura e ministrisë. Jo. Pra atje, me do e mos, duhet ketë një raport të drejtë midis agronomëve dhe veterinerëve, sepse ashtu si që ka veterinere zooteknik në kooperativa, ka dhe agronom në kooperativa. E me gjithate, në seksion në bujqësis ka 10 agronom, e ka 1 zooteknik. Kjo nuk është e drejtë. Dhe këtu e ka fajin ministria, këtu e kanë fajin dhe komitetet ekzekutive. Jo, këtu edhe ndërtimi organika. Pra, do më thënë këtu është... Se ndë organika, jo. Këtu e kanë fajin ataku. Shokoramis, më falni, edhe nga zëvendës ministra nuk e ka efektivisht, nuk e mbulon asnjë zëvendës ministri. Të tërë mbulojnë blegtorinë dhe efektivisht asnjëri se mbulon. Kjo s'është gjë kjo. E mbulon shoku Hysen, shoku Thanas. Po, është e vërtet, po zëvendës ministri që mbulon ferma, mbulon blegtorinë ferma. Blegtorisë e mbulon drejtorinë e blegtorisë, po blegtorinë të Ja shoku Ramis ta shpjegoj unë çik. Për sa i përket çështjes së drejtorisë, do flasim për organizimin, domethënë edhe të kësaj blegtorisë,
Ajo është ashtu siç thatë dhe juve në këto 2 drejtori dhe kam përgjegjësi për çështjen e prodhimit. Drejtoria e blegtorisë nuk se nuk ka përgjegjësi dhe i ka, domethënë, është vetëm sa për dhënë orientime. Po drejtoria e blegtorisë ka të përcaktuar detyrat e saj. Ajo ka problemet veterinare. Ajo ka problemet e drejtimit, domethënë, të kryqëzimeve, të rracave, Qartë. Këto janë të pashkëputura nga prodhimi. Shiko, unë do të pyes tyja konkretisht, se i kam këto pyetje këtu. Në sa kooperativa do të krijohet dhe 6.000. Nuk e di, kush përgjigjet për këtë? Këtë din dhe fermat dhe kooperativat. Kush përgjigjet për këtë? Duhet përgjigjen dhe fermat dhe kooperativat. Jo ky. Jo. E kështu apo jo? Kështu është. Mirë, do të pyes, kupton, për këtë, për derrin, ku do të krijohen? Sa do të krijohen? Çmasa janë marrë? Sa gica janë bërë gati? Sa dosë janë bërë gati? Sa stalle janë ndërtuar? Kush e di këtë? Po, e din edhe blegtoria e di. Ky nuk e din. Jo, dhe ky e di shokun. Jo, s'ka pse ta di, në bazë të organizimit s'mund ta di ky. Sa stalle janë bërë nëpër kooperativat për derrat? Ku do ta di? Di, se e di se bashkëpunojnë shokuramis, prandaj e di. U bashkëpunojnë. Po drejtoria e pra, po ata drejtoria kooperativat e ka shokun. E pra, i ka jo. Drejtoria kooperativa. Sa ka një drejtori e fermave, sa personel ka? Mirë. Urdhoni? Sa personel ka drejtoria e fermave? Drejtoria fermave ka 25. 10, jo, ka, nuk kemi drejtori më të madhe se me 12 vetë në. Po mirë, 12 me 5 janë. Por Më e di, po prit mos më ka 10 vetë. Ka 10 vetë, ka 2 specialistë blegtorie. Mirë. Mbylleni këtë muhabet, bëni ç'doni për këtë organizimin. Vazhdo këtë çështje këtu. Po mos hyn detaje se po e vëre që të gjitha gjërat do t'i thuash, po s'ke për t'i thënë dot ti tëra. Ja më thuaj ato çështje. Më thuaj këtë çështje, pse në komplekset plani është realizuar 74%. Për këtë kush përgjigjet njëherë në ministri direkt? Ka drejtori fermësh domon, po përgjigjem edhe ne se kemi problemet veterinare që janë të mirë. Atëherë më përgjigj ti. Po. Me që apo do më përgjigjesh ti, do marrësh tëra përgjegjësitë. Përse, përse në Velipoj është realizuar plani 53%? Përse në Hoxhar është realizuar 43%? Përse në derrin e Fushkërujës 81%? Më thuaj, ndërsa Gosa dhe Roskoveci kanë realizuar planin? Apo jo, duhet doli vendimi e deri sot? Apo e morët voni qik? Tashi, si të them shokuramis, ne jemi përpjekur që ta zbërthejmë. Jo, ti më thuaj atë që është? Jo, unë them se, tashi s'mund them unë që... Do më thënë ju nuk jeni vonuar? Ne kemi bërë përpjekje të mos jemi të vonuar, me thënë të drejtën. Ta them kështu me ndërgjegje. Tashi, në punë e sipër, unë nuk mund them që punët janë të shkëlqyra dhe përkryera. Atë na e tregojnë shifrat? Ne kemi bërë përpjekje, do më thënë që këtë vendim të rëndësishëm të byros politike, për një çështje kaq të madhe, do më thënë, ta zbërthejmë edhe ta ndjekim. Gjatë kësaj kohe. Me ato detaje dhe me ato, do më thënë, dhe mundësisht të konkretizuara, për të gjitha gjërat. Qoftë për foragjeret, qoftë për çështjen e këtyre baktive që duhen, qoftë edhe për përpunuar dhe mendimin edhe atë frym që kërkon me të vërtet partia. Neve jemi të bindur që kjo nuk mund të arrihet për 2 muaj gjysmë, domethënë duke e punuar neve. Se do të bënim gabim ta mendonim që të tëra gjërat tash u kuptuan dhe me tërë këto që u caktuan për evidencat mund të rregullohen. Do të ishte një gabim shumë i madh. Se neve shikojmë dhe ende dhe sot e kësaj dite, me gjithë luftën ne kemi vajtur poshtë për shembull, unë të them, se kemi ne përgjegjësinë tonë. Unë prandaj më ka thënë byroja politike zot. Kemi gjetur për shembull një disa rrethe nuk kanë pas dieni dhe punojnësit poshtë për vendimin e byros politike. Jemi ndalur atje, jemi shtruar bashkë me disa, domethënë. Po mund të themi që çfarë pikasim ne dhe çfarë shikojmë. Në sa ndërmarrje bujqësore edhe në sektor pemtarie do të ketë bakti? Ku edhe kur? Si e keni planifikuar? Neve mendojmë që gjatë vitit 1985-86 në këto sektorët e pemtarisë të shkojnë rreth 500 lop. Në shembullin e asajt Lukovës. Kisha parasysh. Rreth 500 lop. Pranverë, domethënë vjesht e vitit 1985 dhe pranverë e vitit 86. Po. Që do të bëhen dhe ndërtimet edhe 500 lop. Mendoj të vihen rreth, domethënë do të vihen rreth 1500 deri në 2000 gjedhe viça. Të duku do ketë për qumësh, do ketë dhe për majmëri.
Do të shtohen domethënë edhe bakti timta. Numrin e baktive timta nuk e mbaj mend. 29.000. E 29, nuk e mbaj mend me saksi tash. Mirë, ja. E shfilluar tash, domethënë janë përcaktuar burimet. I keni përcaktuar për çdo NB. Po për çdo ndërmarrje bujqësore. Për çdo ndërmarrje bujqësore janë thirrur të gjithë janë marrë masat për strehimin. Po diku ka filluar rikonstruksion, diku ka filluar strehimi i ri, domethënë sipas asaj. Atje ku është për shembull për lop, për shembull ferma e Lushnjës, në B frutore e Lushnjës, do të marrin 100 lop qumshi. Në frutoria e Krujës gjithashtu do të ketë 100 lop. Unë nuk besoj që për këtë do të kërkohen fonde investimesh nga qeveria. Neve Po, Shoku Ramis... Shoku Ramis, ja kjo ishte që vinte për shembull një çik poshtë. Si? Në ndërmarrjet bujqësore, kemi nevojë për investime shtesë, për strehimin e gjellit edhe të shpendëve. Ato ku është mirë puna, dhe çfarë duhet bëjnë të tjerët në këtë drejtim në mënyrë kupton apo jo që ashtu të kenë mundësi dhe këta të arrinë ata sektorët ose kooperativat më të mira. Një punë e bërë në këtë drejtim, në Shoku Ramis, mendoj se i ndihmoi edhe rrethet që ata dhe pastaj vetë të bëjnë zbërthimet mirë në shkallë rrethi edhe në shkallë kooperativash poshtë në bazë. Tani sigurisht kupton që unë them që në fillim, për të mos përsëritur dhe ato që thanë shokut që koha nuk është shumë e gjatë mbas daljes së vendimit të Byros Politike, po ne themi kupton që në krahasim me atë para daljes së vendimit të Byros Politike ka një lëvizje të madhe në këtë drejtim. Është e dukshme, kupton, puna që bëhet në krahasim me atë që bëhesh përpara. Këtë përshtypje kemi, jo përshtypje kështu të krijuara, kupton, apo jo nga ndonjë artikull ose nga ndonjë gjë që kupton shkruhet, por ne kemi ushtruar edhe kontrolin shumë rrethe. Edhe si aparati i Këshillit të Ministrave dhe pikërisht kemi gjetur, kupton, edhe prekupacion, po edhe mungesë prekupacioni në këtë drejtim. Unë s'dua të përsërit ato që thanë edhe shokët këtu. Tani problemi, ajo pyetje që bëhet juve në qikë, kupton, që unë ingranua, kupton, apo jo, tamam dhe shpet Ministria e Bujqësisë në këtë drejtim, kupton, apo jo, unë them që ka mangësi në këtë drejtim, ka pasur mangësi. Po aparati i Këshillit Ministrave? Edhe ne, Shoku Ramis, kemi pasur mangësi në këtë punë. Hajde, Petro, të fillojmë nga veriu. Ky vendim, me thënë që në fillim është shumë i rëndësishëm dhe shumë konkret. Ne kemi bërë përpjekje për të ingranuar. Po në rast se shumë mund të thomë që vetë dhe me në grupë shumë jam më shumë i ingranuar, akoma nuk e kemi arritur që të ingranojmë të gjithë ata që duhet të merren dhe që merren me këto detyra shumë të rëndësishme. Ministri Mekalli realizuar plotësisht sipas planit. Ashtu, Lakër kulture dytë deri tashti është mbjellë 900 hektar, 40%. Dhe synohet që të përfundoj brenda muajit, ashtu siç e kemi orientim. Ministri Mekalli për sillazh nuk është plotësu për rreth 340 hektar dhe është një nga 4 rrethet që nuk e ka realizuar këtë detyrë shumë të rëndësishme. Ministri Mekalli është realizuar plotësisht sipas planit. Se di unë flas... Kishte mendime në fillim dhe më të zënësën. Jo, Ministri Mekalli 240 hektar. 2020. Me vonesë mirë, me vonesë ka pasë. 2020 plotësisht. Ministri Ramullor është mbjellë 1300. Qa, do të tërhiqesh ti? Unë? Jo, Shoku Ramis, nuk të rriqem. Në evidencat e fundit që kanë ardhur nga Ministria e Bujqësisë dhe që natyrisht duhet u besojmë, rrethi i Shkodrës nuk e ka realizuar, e ka realizuar 88%. Në evidencën e datës e 15 qershor. Mirë, kemi vetë Petro. 15 qershori sezon. Dakor, Petro. Ministri Ramullor... A, për 15 qershor është vondësh? Unë pash firmën me 3 korrik. Mjesa Mekalli tek neve ka brenda muaj qershor në mënyrë të rrethi. Po kjo duhet kuptuar në të gjithë.
Ashtu si shtanë dhe shokët shokuaramis, vendimi i Byros Politike për problemet e bazë ushqimore dhe zbërthimi që i bën vendimi i Këshillit të Ministrave, ne i kemi vlerësuar dhe e ndjejmë si nevojë të domosdoshme për të bërë kthesën në sektorin blegtorisë dhe veçanërisht për rrethin ton që kemi qenë mbrapa dhe vazhdojmë të jemi akoma mbrapa. Sigurisht mbledhje kemi bërë dhe unë nuk dua të ndalim, po çfarë kemi bërë konkretisht të vit për bazën ushqimore në përputhje me këto detyrat e vendimit. Radhë parë, në bazë më kryesore ti tash. Në bazë studimit përcaktuam strukturat e kulturave të para dhe të dyta, u ndërtuan gjithashtu struktura të veçanta në shkallë rrethi ekonomie për sektorin e prodhimit të mishit të gjedhit, të mishit të derit dhe brigadat që kanë të specializuar prodhimin e qumshit, të lopëve dhe të imtave. Këto për prodhimin e mishit, ashtu edhe për vezët, edhe për të imtat që i kemi të organizuar. Në përcaktimin e strukturës, ne kemi mbajtur parasysh edhe gjendjen e tokës. Pra kemi ndërtuar strukturë të veçantë për tokat në ujë, edhe për tokat mbi ujë që ka rreth tonë. Këtu i kemi dhënë përparësi Jongjës dhe Misrit me kalli, që do të bëjnë të krijojnë kushe që të sigurohet një prodhim më i lartë i bazës ushqimore dhe do të rritet kështu shfrytëzimi më i mirë i tokës. Gjithashtu me ndërtimin e strukturës dhe me masat që po marrim, po hidhet baza për kalimin e të ushqyerit nga fusha, domethënë në depo në stall. Sepse këtu edhe struktura e ndërtuar synon në dyfishimin e sipërfaqes së mbjelljes së Misrit me kalli dhe sillazhin pranveror. Sigurisht këtu janë të mbështetur në këto kulturat e para. Duke u nisur nga këto edhe normat orientuese të nevojshme për sillazh, është përcaktuar sasia e sillazhit do të përgatitet për çdo vit, domethënë edhe këtë vit, po edhe vitet që vinë 5 vjeçarit. Kështu që në vitin 86 neve do të parashikojmë 43.000 ton sillazh dhe në vitin 90 është parashikuar të rritim 67.000 ton sillazh. Disa masa konkrete që kemi marrë për këto. Konkretisht nga 25.500 ton sillazh pranveror që kemi planin, ne deri para 2 ditëve realizuam 23.500 ose 92% të planit. Mos realizim në kohë i sillazhit pranveror, ta themi ashtu siç është e drejtë, sepse ne këtë edhe nga viti kaluar që i patëm këto mangësi nga prodhimi i Misrit me kalli, i cili që bën edhe lidhje midis tyre, ky detyroi ekonomit që të konsumonin, si thua, më shpejt sillazh pa e kaluar në depo, në ato depot e sillazhit. Gjithashtu duke nxjerrë mësim nga kjo dukuri, pse keni bërë vetëm 78% sillazhit? 92 shokuaramis. Mirë thaj, pranverori është për pranverën. Tani keni bërë 92, dakor, tashush ne 92 kemi vajtur tash dhe mendojmë që e nisëm dhe nga kjo shokuaramis se ne kemi pak lule dielli që do ta përpunojmë se edhe nuk në këto pemtorët edhe në këto të fermës që duhet ta arrijmë detyrën me këto masa që kemi marrë. Tashi ne kemi nxjerrë mësime dhe për të garantuar sillazhin me kalli kulturë e parë, ne mbollëm nga 800 hektarë që ishte, mbollëm 1000 ose dhe ashtu siç e dojmë të mirë do ta realizojmë detyrën. Gjithashtu ne deri tash kemi mbjellë rreth 800 hektar hamullor, na 1000 që është detyra dhe do të përfundoj këto 3-4 ditë. Këto sipërfaqe janë të mjaftueshme për të plotësuar dhe të kaluar planin e prodhimit për 31.000 ton sillazh me kalli dhe 11.000 ton nga degët e Misrit. Gjithashtu, detyrën e kemi vënë në bazë planit edhe për grumbullimin e barit, që kemi 5.500 ton, kemi mbledhur deri tash 3.000 ton, në të gjitha ekonomitë vazhdon puna për grumbullimin e barit. Gjithashtu, për grumbullimin e barit ne kemi bërë aksion, edhe me aksion konkret, duke çuar edhe në Shpirag, në Tërpan, në këto zonën malore. Atje ku nuk kemi dhe ujë, shokra. Në Shpirag ka dhe ujë, si s'ka ujë. Maksimumin e energjive që ka. Pastaj, ato gjëra që nuk i bën dot vetë, që ka ezauruar mundësitë e veta, të kërkojnë nga qeveria. Po i kemi mundësitë, vetëm do t'i vlerësoj. Edhe thashtë se mos kish problem. Kemi caktuar ekonomit për disa lloje farash, siç janë Jonxha, Loljumi, Tërfili, Tërshera e tjera, ndërsa për fara e tjera kanë marrë dhe po marrin masa dhe ekonomi.
sektor të japin efektivitetin në program që merreshen para. Do me thënë para organizimit. Edhe neve rishikuam strukturën e faragjereve të para e dyta, mbollëm tani në pranver 450 hektar jonë shtëre nga 300 që kishim detyrën, aktualisht jonë gjazë 23% si përfaqes faragjereve, mbollëm në kushte më të mira edhe 650 hektar misër kalli kulturë e parë për silash. Strukturën e faragjereve të para do të përmisojmë vitin 86, favor të jongjës e të misrit kalli për silash. Mësime në zorëm e po punojmë për faragjeret e dita. Përfunduam misrin, mbjelljen e misrit amullor, planin dhe detyrën, rreth 1200 hektar, nga 800 që kishim planin. Me masat që kemi përcaktuar, e po zbatojmë, garantojmë realizimin e silazhit të vjeshtës dhe 2000 ton që i lam në pranver.